Sektori për punë të brendshme Tetov njofton të gjithë qytetarët dhe pjesëmarrësit në komunikacion se në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme për rritjen e sigurisë rrugore dhe vendosjen e rendit në komunikacion, periudhën e fundit ka shënuar rritje të sanksioneve ndaj shoferëve të cilët parkojnë automjetet e tyre në mënyrë të paligjshme dhe të parregullt. Analizat e policisë në terren tregojnë se gabim parkimet po shndrohen në një rrezik serioz për sigurinë publike. Parkimi i automjeteve në trotuare, në vendkalime kombësorësh, në kryqëzime, në zonat e gjelbërta, si dhe bllokimi i hyrje-daljeve të objekteve apo kursive të destinuara për transportin publik, jo vetëm që shkakton kaos në qarkullim, por detyron kombësorët dhe personat me aftësi të kufizuara që të lëvizin nëpër rrugë, duke u ekspozuar drejt për drejt ndaj rrezikut të aksidenteve, thon nga policia e Tetovës. Nisur nga kjo situatë, SPB Tetov rikujton të gjithë drejtuesit e automjeteve se mos respektimi i ligjit për sigurinë në trafikun rrugor sanksionohet rreptësisht me gjoba që variojnë nga 45 deri 180 euro në kundërvlerë të denarit, bazuar në nenet 74, 63, 66 të ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor. Zyrtarët policor në bashkëpunim të ngushtë me shërbimin e posaçëm të Menimanga janë në terren me orar të zgjatur. Çdo automjet i parkuar në mënyrë të gabuar do të gjobitet sipas ligjit në fuqi dhe do të tërhiqet menjëherë me automjet special. Shpenzimet e tërheqjes dhe të ruajtjes së mjetit në parkingun e posaçëm do të mbulohen tërësisht nga pronari i automjetit të sanksionuar, thon nga policia e Tetovës. Nga komuna e Tetovës thonë se parkimi paralel mbetet një nga sfidat kryesore për funksionimin normal të komunikacionit. Për këtë arsye, komuna në koordinim me sektorin e punëve të brendshme të Tetovës kanë ndërmarrë masa për të parandaluar parkimin e parregullt dhe për të garantuar qarkullim më të sigurt për qytetarët. Komuna e Tetovës madje ka përgatitur rregullore për bllokimin dhe largimin e automjeteve që parkohen në mënyrë të paligjshme. Duam të informojmë opinionin se është përgatitur rregulloria e re për bllokim. Është bllokim dhe largim të automjeteve të parkuara në mënyrë të parregullt në parkingjet dhe sipërfaqet publike. Rregulloria parashikon përdorimin e teknologjisë moderne për identifikimin e automjeteve, përmes sistemit të automatizuar me kamera për njohjen e targave dhe lidhjes në kohë reale me sistemin informativ Teklik, me qëllim rritjen e efikasitetit, transparencës dhe saktësisë në kontrollin e parkimit, thon nga komuna e Tetovës. Edhe policia, por edhe nga komuna e Tetovës u bën apel qytetarëve që të mos parkohen keq as edhe për 1 minutë, me që me këtë pengojnë lëvizjen e lirë dhe gjithashtu rrezikojnë jetën e qytetarëve e sidomos të kombësorëve.